Gjenocidi në Gaza nuk ka mbaruar kur armëpushimet janë thyer, bombardimet kanë vazhduar, ndihma është kufizuar dhe zhvendosja masive mbetet pjesë e realitetit. Ajo që po ndodh në Gaza nuk është një pasluftë, por vazhdim i një shkatërimi të pandërprerë. Ka një mashtrim të madh politik dhe mediatik në mënyrën si flitet për Gazën, sikur gjenocidi të ishte një moment, një kulm, një shpërthim i përkohshëm dhune që më pas u mbyll me ndonjë armëpushim të brisht apo me ndonjë deklaratë diplomatike. Por realiteti që del nga faktet e muajve të fundit është shumë më i zymbë. Në Gaza, edhe kur është folur për armëpushim, vrasjet kanë vazhduar, edhe kur është folur për ndihmë, hyrja e saj është kufizuar, edhe kur është folur për stabilizim, civilët kanë mbetur nën sulm, nën zhvendosje dhe nën një rend të imponuar me forcë. APR raportoi këtë javë se, pavarësisht armëpushimit të tetorit 2025, sulmet izraelite të përditshme kanë vazhduar dhe mbi 650 palestinezë janë vrarë që atëherë, ndërsa bilanci i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i luftës ka kaluar 72.000. Prandaj problemi nuk është vetëm se lufta vazhdon. Problemi është se shkatërimi i Gazës është kthyer në gjendje të qëndrueshme, në normalitet të imponuar. Kombet e Bashkuara paralajmëruan më 19 mars 2026 se partnerët humanitar po kërkojnë më shumë financim dhe akses të shpejtë, të sigurt dhe të papenguar për ndihmën, ndërsa OCHA tha më 12 mars se situata në Gaza mbetet e rëndë, me goditje, bombardime dhe zjarr armësh që vazhdojnë të shkaktojnë viktima civile. Kjo do të thotë se edhe sot, në mars 2026, Gaza nuk po jeton një periudhë rrimëkëmbjeje, por një vazhdim të krizës nën forma të ndryshme. Një nga provat më të forta se plani kundër Gazës nuk ka pushuar është mënyra si është trajtuar ndihma humanitare. Në janar 2026, APR raportoi se Izraeli kishte revokuar licencat e më shumë se 30 organizatave humanitare, duke vështirësuar punën e tyre në Gaza. Edhe në fund të dhjetorit 2025, APR raportonte se Izraeli po ndalonte operacionet e disa organizatave humanitare në Gaza, ndërsa vetë organizatat paralajmëronin se këto masa do të dëmtonin një popullsi civile tashmë të dëshpëruar. Këto nuk janë detaje anësore. Janë pjesë e mekanizmit me të cilin një shoqëri mbahet në gjendje raskapitjeje, varësie dhe pasigurie ekstreme. Edhe kriza e urisë e tregon qartë këtë vijimësi. Është e vërtet që Reuters raportoi në dhjetor 2025 se monitori global i urisë tha se Gaza nuk ishte më në gjendje zyrtare ziebuke, pas përmirësimit të aksesit të ndihmës dhe furnizimeve tregtare pas armëpushimit të tetorit. Por ky lehtësim nuk do të thotë fundi politikës së shtrëngimit. Reuters raportoi po ashtu në shtator 2025 për mbylljen nga Izraeli të një rruge hyrëse drejt veriut të Gazës, duke thelluar mungesat në një zonë ku agjencitë e OKB-s dhe Oxfam kishin paralajmëruar se qindra mijëra njerëz po përjetonin uri ekstreme. Pra, edhe kur një tregues teknik përmirësohet përkohësisht, struktura e rrezikut mbetet po aty. Qasja në ushqim, ilaçe dhe mbijetesë varet nga vendime ushtarake dhe politike të një fuqie që kontrollon hyrjet dhe daljet. Këtu nis edhe çështja më e rëndë: a kemi të bëjmë thjesht me luftë apo me një projekt më të gjerë kundër Gazës dhe palestinezëve? Ligjërisht, kjo pyetje nuk është mbyllur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po shqyrton ende çështjen Afrika e Jugut kundër Izraelit sipas konventës për gjenocidin, dhe dosja mbetet aktive edhe në mars 2026 me ndërhyrje të reja procedurale nga shtete të tjera. Kjo do të thotë se akuza për gjenocid nuk është një slogan i rastësishëm, është objekt i një procesi të hapur në gjykatën më të lartë të OKB-s. Në të njëjtën kohë, fakti që gjykata ka vendosur masa të përkohshme që nga viti 2024 tregon se rreziku i dëmit të rëndë dhe i pakthyeshëm ndaj palestinezëve është trajtuar si çështje serioze juridike ndërkombëtare. Nga ana politike dhe materiale, tabloja është edhe më e errët. APR raportoi këtë javë se kalimi Rafah do të rihapet vetëm për lëvizje të kufizuara pasagjerësh, pa mallra, ndërsa evakuimet mjekësore mbeten shumë të kufizuara. Kjo tregon se edhe aty ku paraqitet një lehtësim, ai është i ngushtë, i kontrolluar dhe larg nevojave reale të një popullsie të goditur për muaje vite. Gaza nuk po lihet të marrë frym, po mbahet në një gjendje ku mbijetesa lejohet vetëm në dozë minimale. Prandaj të thuash se gjenocidi në Gaza ka mbaruar do të ishte jo vetëm moralisht e verbër, por edhe faktikisht e pambrojtshme. Mund të debatohet termi juridik deri në vendimin përfundimtar të gjykatës, por nuk mund të debatohet vazhdimësia e shkatërimit, bombardime që vazhdojnë, civil që vriten, ndihmë e bllokuar ose e kufizuar, organizata humanitare të penguara,
Zhvendosje masive dhe një territor i tërë i mbajtur në gjendje rënimi të administruar. Kombet e Bashkuara, AP dhe Reuters e tregojnë qartë se Gaza nuk është në kapitullin pas luftës. Ajo është ende brenda saj. Dhe kjo e çon te përfundimi më i rënd i të gjithëve. Izraeli nuk po vepron sikur objektivi i tij është vetëm neutralizimi i Hamasit. Nga efektet në terren, tabloja që del është ajo e një shkatërrimi që prek popullsinë, infrastrukturën civile, lëvizjen, ushqimin, shëndetin dhe vetë mundësinë e jetës normale palestineze në Gaza. Kjo është arsyeja pse për shumë vëzhgues, juristë dhe aktivistë, ajo që po ndodh nuk lexohet si operacion i kufizuar ushtarak, por si vazhdim i një projekti më të gjerë kundër Gazës dhe palestinezëve në përgjithësi. Kjo është një analizë politike e mbështetur në pasojat e raportuara, jo një vendim juridik i formës së prerë. Bota mund të ndryshojë fjalorin sa të dojë. Mund të flasë për eskalim, luftime sporadike, krizë humanitare apo kompleksitet rajonal. Por në terren, për palestinezët e Gazës, realiteti mbetet më i thjeshtë dhe më brutal. Vdekja nuk është ndalur, uria nuk është zhdukur, zhvendosja nuk ka pushuar dhe plani për ta mbajtur Gazën të gjunjëzuar vazhdon.